Përshëndetje. Shpesh mendojmë se njerëzit në grup bëhen më të mençur. Kemi fjalë si dy mendje bëjnë një mendje, por turma nuk gabon. Por nga historia, psikologjia apo edhe nga një kushëri që ka parë një radhë te bankomati, sapo përhapet një thashë them, na tregojnë të kundërtën. Turma është ndonjëherë shumë budallaqe, shumë e friksuar dhe shumë e zhurmshme. Kjo sjellje quhet histerizëm kolektiv. Është si një grip emocional që përhapet shpesh, është si një grip emocional që përhapet shpejt dhe infektueshmëria e tij është më e lartë se çdo virus. Nuk ka nevojë për kontakt fizik. Mjafton një fjalë, një thashë them, një lajm gjysmak dhe turma shpërthen. Të gjithë bërtasin, ndjejnë, besojnë dhe sillen si të hipnotizuar. Por çfarë është histerizmi kolektiv në thelb? Nga pikpamja psikologjike, histerizmi kolektiv është një gjendje emocionale e përbashkët që përhapet në një grup njerëzish, zakonisht në formën e frikës, ankthit, konfuzionit ose bindjeve ekstreme. Ajo ndodh kur individët ndalen së menduari në mënyrë individuale dhe fillojnë të veprojnë sipas emocioneve të grupit. Në këtë gjendje, njerëzit shpesh humbasin sensin e realitetit, logjikën dhe gjykimin personal. Thjesht, nëse të gjithë po ikin me vrap dhe unë do të vrapoj, dhe pse nuk e di se pse. Fenomeni nuk është i ri, që nga mesjeta e deri më sot, histerizmi kolektiv ka marrë forma nga më qesharaket deri te më të rrezikshmet. Vallet e djallit në mesjet, turma që nuk pushonte së kërcyeri për ditë të tëra duke pretenduar se ishin të pushtuar nga fuqi të mbinatyrshme. Shkencëtarët sot e lidhin me stresin, helmimin nga kërpudha toksike apo presionin social. Gjuetia e shtrigave në Salem në 1692. Histerizmi kolektiv klasik, një fjalë, një akuzë dhe turma donte dënime pa prova. Racioni i bukës binte dhe paniku ngrihej. Paniku i radios në vitin 1938 në Shtetet e Bashkuara, kur një dramë radiofonike, radiodram, që tregonte një pushtim nga qeniet që jetonin në Mars, u mor seriozisht nga mira qytetar, histeri në mas. Njerëzit dolën në rrugë me valixhe të mbushura plot për të shpëtuar nga alienët. Si funksionon truri në histerizmin kolektiv? Kur njeriu ndodhet në një grup dhe ndjen se diçka po ndodh, aktivizohen zona të trurit që lidhen me mbijetesën, amigdala, sistemi limbik, rritet adrenalina dhe ulet logjika. Ne jemi krijesa sociale dhe një nga nevojat tona bazë është përkatësia. Në moment që turma fillon të reagojë emocionalisht, truri ynë vendos më mirë të gaboj me të tjerët se sa të jem i drejt por vetëm. Për shembull, nëse dikush fillon të bërtas në autobus ka bombë, do të shohim një efekt domino. Njerëzit do të hidhen nga dritare, do shtyhen, do thyen xhama, dikush do hyj me kokë xhamit më të madh, dikush do të hap derën me forcë dhe asnjëri nuk do të pyes, "Ore, po kush e tha që ka bombë?" Në kohën tona, histerizmi kolektiv është bërë më digital. Nuk kemi më nevojë për një turmë fizike. Mjafton një postim në Facebook a në Instagram që thot se buka është e helmuar dhe pastaj e sheh. Raftet bosh, gratë që mbushin karrocat në markete, burra që mbrojnë thesin me miell, si thesari i fundit i botës. Ne e pam vetë. Pandemia e Covid-19 ishte një shembull i madh. Sipas shqetësimeve të vërteta shëndetësore, pam panik, edhe për letrat higjienike, komplot për çipin dhe vaksina, dhe njerëz që lyenin fytyrën me raki si disinfektant. Ky është histerizmi kolektiv me Wi-Fi. Fuqia e turmës për të bërë të pabesueshmen të vërtet. Kur të gjithë fillojnë të besojnë në një gënjeshtër,
ajo bëhet më e besueshme se e vërteta. Kjo është edhe pse teoritë e konspiracionit përhapen me shpejtësi. Një grup i vogël që beson fort dhe vërtet mjaftueshëm mund ta kthejë një ide absurde në një fakt popullor. Kur thashe themet, një video e shkëputur nga konteksti, një lajm pa burim, e të gjitha këto janë fara për një histori të re histerike. Pse histerizmi kolektiv na ndodh dhe neve që jemi, si thuash, që gjykojmë se jemi më të arsyeshëm? Sepse në momentin ku ndodhemi në situata pasigurie, truri ynë kërkon orientim. Nëse ambienti është i pasigurt, frikrat janë të mëdha të informacioni i mjerkullt. Atëherë, truri ndjek shumicën. Jo se shumica e ka të drejtë, por sepse shumica duket më e sigurt. Dhe njerëzit më racional mund të bien në kurth. Madje më inteligjentët shpesh justifikojnë histerinë me argumenta të hollësishme për ta bërë atë më shkencore. Kur histerizmi bëhet politik, mediatik dhe i menaxhuar. Në disa raste histerizmi kolektiv nuk është spontan, por i stimuluar me qëllim. Politikanët, mediat apo liderët e ndryshëm mund ta nxisin atë për të përfituar. Media, sepse paniku shet më shumë se qetësia. Politika, sepse frika e kontrolluar sjell bindje të garantuar. Industria, sepse çdo krizë krijon një treg të ri. Në këtë rast, nuk kemi thjesht turmë që çmendet vet, por turma që udhëhiqet drejt çmendurisë. Si mund të mbrojemi nga histerizmi kolektiv? Ndalo dhe mendo. Dhe pyet veten, çfarë po ndodh? A ka prova të besueshme? Apo po reagoj sepse të gjithë po reagojnë? Verifikoj informacionin. Mos i beso çdo videoje që fillon me "shiko çfarë po ndodh". Mbaj një distancë emocionale, një largësi emocionale. Emocionet janë si një zjarr që përhapet. Mos e shto karburantin me postime me panik. Eduko veten dhe të tjerët. Sa më shumë të dim, aq më pak friksohemi. Frika rritet në errësirë. Ruaj humorin. Një ndjesi humori shpesh është antidoti më i mirë ndaj çmendurisë kolektive. Kur dikush thotë, do na spërkasin me helme nga qielli, mjafton të pyesësh, po pse avionët tanë nuk kanë dritare për t'u ajrosur? Në vend të përfundimit, mos u bëni turma që vraponi. Bëni ai që pyet pse po vrapojmë. Histerizmi kolektiv është një simptom e dobësisë sociale dhe emocionale. Ajo na ndodh kur nuk dim si të përballojmë frikën individualisht ndaj ja dorëzojmë atë grupit. Por siç thotë psikologjia, individi që mendon është më i fuqishëm se turma që ulëret. Në kohë paniku, ajo që mungon më shumë nuk është buka, as letra gjenike, por arsye. Kështu që herën tjetër që të gjithë të bërtasin, hap syt, mbyll veshët dhe pyet, kush e filloi këtë dhe a ka sens kjo? Nëse përgjigjja është jo, qetësohu, pi ujë dhe ec në drejtimin e kundërt. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë e them pas here. Deri në videon tjetër, miru takofshi.